Autoritetet e vendit bëjnë thirrje për ndjekjen nga afër të situatës së prekjes së gjethit nga Murtaja. Në një intervistë për televizionin publik, zëvendës ministri i Bujqësisë Arjan Jaullari deklaroi se situata është nën kontroll, përfshirë konstatimin e vatrave të reja. Ka arritur në 10 numri i vatrave të prekura nga sëmundja. Dje kemi evidentuar vatrën e Shkodrës me një tufë dhi që mbarshtroheshin në stall në regjim stallor. Edhe kjo vatër sipas planit kontingjencës është tashmë e vendosur në karantinë dhe të gjitha kafshët do të eliminohen. Numri i kafshëve të eliminuara deri sot ka arritur në 1680. Ndodhemi përsëri në situatën kur e kemi nën kontroll sëmundjen. Janë kontrolluar tregjet dhe në gjithë kafshët, në tregjet nuk ka me lëvizje të kafshëve të gjalla. Sipas zëvendës ministrit Jaullari, nuk kemi ende një plan vaksinimi. Jemi duke diskutuar dhe duke bërë një plan B edhe për këtë rast. Bashkimi Evropian, nëse Bashkimi Evropian do të na mbështesë me vaksina, ata kanë bankën e tyre të vaksinave, me ekspertë e Bashkimit Evropian dhe dje kemi pasur një takim online me ta, por nuk jemi në kushtet e vendosjes akoma se çfarë do të bëhet me vaksinimin. Po ashtu në shqyrtim të administratës është edhe mundësia e pagesave për bagëtitë e prekura që duhen eliminuar. Po shikohen mundësinë edhe për t'i mbështetur. Jemi akoma shpejt për të diskutuar për gjëra teknike dhe në fazën në të cilën do të vendosim se çfarë do të bëhet me kafshët e eliminuar.